Ndryshe në Top Albania Radio. Ndryshe jemi komplet sot. Nuk është i hapur dhe në publicitet. Se njerëzit do të merroheshin. Pse? Njerëzit do të merroheshin historitë e juaja. Kemi ngelke kush meriton një shpull nga ata që janë sot në Big, Jozi? Salsano më ke vendosë shumë ciklet. Jo se s'du ta jap. Sepse gjatë. Dëgjoj. Unë për shembull kam pas sot nga mëngjesi darkë që ai Rogerti i është ngjit atij Luisit. Ora ai bënte dush, ai aty ke dera. Çfarë si thoshte? Jo varsja kështu e bën. Domethënë nuk di, po ti po tishe me Luiz. Ti po tishe me Luizi, çfarë do bëj? Më të paktën e kisha, më kishte pa tamam si duhet. E kishe heq? Tu e njek në për shtëpi. O jo, pse Rogerti doja fusje me shpull? Ja, ma. Ja, nuk mos ka. më vend cikleta nuk Lona, të lutem. Jo, nëse unë do i kërkoj ndihmë, të lutem, ma mund t'i bish pak. Se unë si bit dot. Po ti pse si bit? Po jo, më jo, s'ti bi Rogerti tu. Jo, më jo fare. Po çka keni me Rogertin ju? Jo, dëgjoj. Është më mirë mu. Kemi hyrë në pyetjet pa nivel. Ashtu. Kështu që pyetjet janë pa nivel, janë kot fare, ti përgjigju si dush. Okej. Para iku e para. Kush meriton një shpull nga këto që janë në bikë kuptuam Rogerti. Ja, ma. Lodra. Oj ma. O zot. Do bësh një duet me stresin në herë? Për momentin jo, se kena mendu kur. Nuk shkon. Shiko, ajo është hip-hop, është në rrugën e vetë shumë bukur, kam tjetër gjona. Me kë nga femrat e Bigut do bien dashuri? Tani Bigut? Po. Një emër, shpejt, një emër. Këtë themus. Një emër shpejt, Selin. Okej. Di të gatuash? Shumë. Çfarë gatuan? Gatu vërtet? Po mos jo. Vezë kuqme. Edhe vezë zime. Sa vezë anmies, ty të vërtetën? Se trupi palestrum i pi 5 vezë. Ti i pi kështu 5? Në mëngjes? Po. Si më kështu? I çajë dhe i pin. Vezë, gjalla. Surbull. Po. Surbull. Çu Kisha pa e dëgjuar. E pi më ja te gota, pap. Vazhdoi. Stërvite bën ditë. Sa orë? Mundohem gjet paktën një orë në ditë. Një orë në ditë e bën patjetër. Çdo ditë, Çdo ditë. Çdo ditë. Po. Edhe kur nuk jam palesë bëjnë Salsano. Kur bëra palestër, ti Është kursiste shpulla gjithanë. Paktën ekra. Po do të më heq ato energji diku. Ato energji po. Nëse nuk do ishe këngëtar, jo, me çfarë do merresh aty në jetë? Jam kurioz, çfarë ke ti? Do isha mërzit shumë, falenderoj Zotin që e kam këtë punë dhe këtë dhuratë nga Zoti. Talent dhunti është, po. Talent. Sport, sigurt. Sport. Jo, a do hyje ti në Big Brother për t'i përshëndet Big Brotheristat 5 me këndua ty me i dhënë një mbrëmje të bukur? Nëse do kisha kohë patjetër, pse jo? Si do kisha kohë? Nëse është një ditë që e ke kështu të lirë, thua? Po, sigurisht ti. Ose ndoshta për shembull bëhet një çift. Dhe kanë atë ditën e dasmës, shkojnë atje, po, okay. Në ditën e dasmës së çiftit këndon Jozi. Si vjet s'ka ta garantoj. Martohet mirë me Selin, ose ngatrohet veç, kur të martohet ai me ty. Mos u ngatroti, mos u ngatro me Dashi. Gimbo me se jo, nuk e sinqerisht. Lapsus mentum gjuhë. Se më krish. Lapsus mentum. Ama se mirë e meriton mirë. Mirë. E meriton gocën. E meriton, ha? E meriton. Po si martuam? Punë më. Ore, Salsano po je burr vetëm. Si ma burri 2 gra. Jo, nuk e marr. Jo, nuk e marr. Unë do një, unë do të një, jo dy. Si po maj një. Mirë gjithaj. Ti je i lidhur, Jos? Ke një dashur sot? Nuk mund ta them. Nuk e thua. A i ke gjuajtur ti ndonjëherë ndonjë vajzë me shpull? Kur, bravo. Kur në fytyrë jo. Ky e ka breze poshtë gjutjen me, nuk e ka kështu breze lart. Një kështu. Si quhet një. Po mirë më se ka njerëz ekstra për këtë punë që vinë amon. Pu, mashturat priteni. Kur je ndasëm apo në një koncert apo në një lokal, në një festë familjare, në një festë kështu ndërmarrjesh, të ngacmojnë femrat jos kur kënon? Shiko, është diçka që nuk ndodh kur, sidomos në vende familjare, asnjëherë, gjithmonë jam ai
persone që mbaja qendrimin Mi ti tim. po ato Po nuk e flirtojnë me di ty? tani, jam Apo ti nuk shef me ato unë sy? shoh vetëm drejt. Drejt, e Shoh kuptova, çiftin e kam kuptova. qenë bëja Se na tha atmosferën e Sinan bukur. Hoxha, tha kur futem ndonjë ka 8 mars, si futem kështu mes 200 grave, tha kam pas gra që më kanë kap kështu, tha. Po kështu më i duken si E ka kap- nana, e i ka kap duken si Sinani? nana. Kështu i duket. Pastaj ndoshta i kanë hyrë pantallonat, e kanë ndihmuar E për t'ia tërheq. Kanë një Ai e pantallona ka marrë për gacmim. Ju lutem vendosini 16 plus këtë Un kam emision. një shok të ngushtë që kam si vëlla që është kombinatës. E pa që me jetë. Faleminderit. Afrime ka emrin, Afrim Tole. Edhe më tha që Afrim kë ke ftuar Roboti. sot? I thash unë Jozin. Ka shumë shok në kombinat Jozin. Shumë, Është kam vërtet? shumë vëllezër, çunat shok më të mirë. Kështu që çunat me e ke kombinatit. tifoz ti me Partizanin? Si si tifoz me futboll? Atëherë me futbollin në Shqipëri tani Si e? Pra Po do nga ekipet e merret. huaja më ke je? unë jam tifoz edhe e kam si vllajin tim Alban Beqirin, boksirin tonë që na nderon gjithmonë Po, nga kombinati. Alban Beqiri, nga kombinat, ë? Kombinat. Talente kombinati, Flor Mumajesi, Jonidali Çkolli. Pse do Afrim Flori? Tole. I futbollist kombëtar. Flori. Flori nga kombinati. Po, Kombinat, po, është kombinat. Çfarë Po, më. Po për kod duke ke Ladi shok. pastaj Vazhdojmë. Laptoska. Vazhdoj me pyetjen e treta fundit. Pi drog? Asnjëherë në Ke jetën pirë time një? se kam provuar. S'ke provuar asnjëherë, Jo. Jam Çfa- bio mos Alsano, jam Bie, duhet bio. që e bio ti molla, se ti të Sportistët hul në nuk tokë pinë. më. Asu nuk e kam provuar asnjëherë. Edhe jam shumë e lumtur. Unë e kam provuar. Respekt. Turp. Edhe për ty respekt, jam Edhe stali. edhe Samir që s'mpëlqeu se po të kishte pëlqyer. do na kishe. To kisha tre, po s'mpëlqeu me. Çfarë ushqimi ha më shpesh, Jozi? Vezën e kuptum? Po, Vezën, një pjatë preferuar. avokado, e Jo, kështu. flasni risotto, pasta, Po, apo po. apo gjellët e E ha mara. më shpesh se zakonisht. Risotto, gjellat, Ça gjellë bën më mirë mami jot? po disa. Peshkun për shembull. Peshun. Ah, e qan duhet ta ketë vetë. Pastaj unë jam nga Patoku, kam E, gjithë pra, bio. prandaj the. po. E kapëm dhe Direkt, një pa. drek në patok. Pap. Që nesër. Jeti çun kështu që harxhon lek apo je i kontrolluar në ekonomi? Si futesh ti? Futesh këta çunat që harxhon lek? Shiko. Me femrat, për Edhe me femrat? Jo, me femrat, s'kena nevojë me argju, pse me argju? Harxhon ato, ha? Prit se s'ka ardha ajo rubrika me sekës. Nuk kemi nevojë as unë as ato. Po. Jo, Bëjmë kur thot qefin. argjon me femra që bën dhuratat shtrejta. Jo, më po them që del udhime, i qeras nga i çdo çupa. qeras. Po kudo që shkojmë i kemi Pagu me të gjitha. veç me shku, amon hajde me Ama fut. hajde, shumë mirë, pëlqeu kjo. Okej, mirë. Interesante. Tani ne kemi një rubrikë që në përgjithësi nuk ja bëjmë gjithë, po Po, do ja kemi bëjmë, zgjedhur që sepse Elona thot me sekës. Kam edhe një pëlqen shumë. ide më të mirë. Po. Dua të prezantoj sërish një këngë të Jozit, se ka patur shumë prodhimtari muzikore së fundmi. Shkojmë tek publiciteti orës 19:45 për të respektuar E kuptoj, gjithë. ke bërë një këngë tre tani që s'ka dalë akoma? Po, kam disa. Ke disa? Po, do ta disa. vendosi tani Edhe kur skerti. dalin këngët? Këto ditë shumë shpejt del, një pas një. Ndryshe, në Top Albania Radio. Tashi Joz ke kjo rubrika të du flak. Flak shumë. Ju përgjigje. Çflak do të kem përgjigje? Çflak do të kthej? Shpjegoja Djeve. çik Jozit, përgatite, mos fi kështu. Po besoj e ka dëgjuar si E ka rubrikë, dëgjuar, sepse- e ka dëgjuar. Ti e di që ne zvendësojmë fjalën me profesionin që kemi të ftuarit tan. Okej. Nëse është këngëtar, zvendësojmë fjalën seks me fjalën këngë. Dhe ti do përgjigjesh për këtë gjë, okay? Kujdes. Atëherë pyetja e parë, në vend të fjalës seks kemi fjalën këngë për Jozi Markun. Në vend të E, fjalës. e thua ti me bindje që kënga është jeta ime? Është arsyeja për cilën jetoj. Arsyeja për cilën jeton. Në çfarë moshe ke filluar të këndosh? Para se të mësoj me ec. Të Kur zoni gjithë pas fëmijët mësonin që të ecin, unë mësoja të këndoja. Bravo. Në fakt ashur se Sa ka e filluar thellë, që ka lamo. Të pëlqen më shumë të këndosh vetëm këngë nga veriu apo dhe nga të gjithë treva shqiptare? Ose kush këngë nga treva shqiptare të pëlqen më shumë nga këngë? Tani një artist i plotësuar, si unë do të më kënu gjithë trevat. Gjithë trevat? Nga pak. Nga pak. Nga po. pak, po kush treft pëlqen ty më shumë? Që i ka këngët më të bukura, më
Që knaqesh ti kur i kënon dhe vet ato këngë. Verioret besoj janë mirë. Shiko, unë jam vetë nga Veriu, po Jogoret pëlqen më shumë? jogurët po patjetër, po nga që Tirana është mbush me gjitha nga pak Shqipëria mesme, po preferoj. Shqipëria mesme. Këtu i bën gjithë, i gjen gjitha këtu në Tiranë, domethënë. Tu zgjet gjitha jo. Ke në repertorin tënd këngë të huaja? Patjetër. Çka kanë të shkruan? Soy un hombre muy honrado. Italiane, eh? Është spanjolle, Po gjithë edhe te Italia ndalemi. Spanjollet, edhe mua më pëlqen këngët spanjolle shumë. Ma këndoj çik këtë, Janë ma hite. këndoj çik këtë, jo, se ishte bukur. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena, Mirë, mi E corazón. bylbyl. Të kanë thënë ndonjëherë që ti Jozi s'di të këndosh? Kur një do va. Mos ja vot go. Me ta thonë ato jo Pus mikrofonin pastaj s'dane. Ja këpus kapën mikrofonin. Se kisha dëgjuar këpus mikrofon. A ke kënduar ndonjëherë me ndonjë kolegë ndasëm të dikujt tjetër, për shembull, ke qenë edhe me kolegën ke A e ke nda këngën bash? bashkë ke Po, nda e këngë ke bashkë? po, këngën me kolegen aty. Po, mo. I këngë dy këngë kështu pam pam. Po, mo me Po, ka orkestrë. ndodh. Me orkestrë. Edhe me orkestrën, ë? Oh, Bën ti kështu vokalica ngroj zëri para se të këndosh? Me vokaliza bo tjetër kush. E po këngëtar, që tjetri të bën xhemë dhe kë kënon. s'kisha ligju në herë. Ka pas raste që të shprish mikrofonin që fillim këngës. Edhe s'ke kënu dot? Jo, s'më ndodhë, s'ka ndodhur, ë? kur, ka dhe zotin. E kam besnik. Ke qëllu një herë me mikrofon në kokë në një. O, Saltano, është bërë me pull të kuqe. Po kur nuk kam valë mirë mikrofonit do të... Do të me bërë kështu të gjesh Po vanë. duhet të qenë. O, zoti ma. Ke më shumë duete në repertorin tënd apo solo? Ja, solo. Solo e ke, ha? Solo, kujdes, solo. Po trio ke këndu në herë? Po. Pe kënduar. Po, normal. Edhe kështu po kor, kështu. Kolazhe gjëra. Kolazhe gjëra që kem pas bërë. Kola. 12 artistë për vitin e ri. I mban mend gjitha këngët që ke këndu në jetë? Jo, Salzano. Jo, ha? Janë shumë Salzano. Janë shumë, nuk mban mend Janë gjitha, ke shumë drejt. Salzano. Ku ka qenë vendi më i çuditshëm që ke kënduar në herë? Edhe kjo është shumë e çuditshme. Ndet. Nuk Nuk është det, edhe i zhyt? Unë të Të ka thënë ndonjë burr kur do këndojmë ne bashkë? Ik, pop! Ky për radio ta shpjegojmë S'këno më për jetë vetë ai. A të pëlqen të këndosh në mëngjes kur zgjohesh? Patjetër, si unë jam si gjeli, mo direkt kik. Ky sa zgjohesh, Direkt këndo jo, Ose se këndo pra, gjeli. ky çohet 5 vezë kafe dhe Direkt pastaj të gnu e doli gocan pençe. Kur je për shembull në koncert, përshëndeti ku mbaron këngën apo ikën kështu pa përshëndet? Gjithmonë. Përshëndes, bëj selfie. Ka bërë një vaki që ka duar të kujtë aq forca ti e rikthy, ke kënu prap këngën? Sojnë publiku, jo, kthehesh dhe herë ti. Po, më ka ndodhur disa. Ka ndodhe, pra. Të pëlqen më shumë- Sondante publiku nga konga. Nuk ndante. Të pëlqen më shumë të këndosh balada apo këngë ritmike? Filloj me balada, pastaj ritmike. Pastaj ritmike, ë? Gjithmonë ngroja bëhet me balada. Këndon ti kështu me nota të larta, këndon fort kështu me nota të larta që arrin notat. Normal. Soprano. Të më dha. Bëj edhe një herë soprano. Koloratur dhe. Duam pak arje. Di ndonjë arje, Jozi? Ja. Një kështu, vivo për lei, jo. Ndonjë, jo. Me këngë nga këngëtarët shqiptare do dohet bëj një duet, po s'ka arritur akoma ta bësh. Salsano, Ka apo s'ka? je shumë pikant.
Ashtu jam, pikant jam. Mos më vjen siklet tani. Për të kënu po them. Amon se thot ai lo, amen. Mirë, rregull. Po thuaj re po. Wow. Sa ke pa kënu Elios? Kam ca unë. Kur do knosh më tashim, domethënë. Tani më doja sa dal nga ju. Do iki direkt. Të ka ndodhur ndonjëherë që duke kënu, ta kanë fut me spull? Jo inshallah. Zonja dhe zotrinj, Jos Marku na nderoi ke rubrika me sekës. Ishte shumë fani me vërtetë. Faleminderit shumë Josi Marku. Da u kraqe. Kështu djersitën gjithë. Djersitën gjithë nga qeshmet. Po faleminderit shumë që erdhe. E vlerësojmë që edhe i le punët tua për të ardhur. Po, tani ka një mbrëmje Jozi edhe me vërtet e vlerësoj se e di që është. Nuk do të shkosh knosh, ëh? Tani për zotin. Sa orë do knosh? Se mbel edhe beja në bar. Për zotin po. Për zotin do shkoj të këndoj. Sa orë do knosh pra? Me orë të tëra. Deri në mëngjes. Ishim me Josi Markun, por edhe me të gjithë ata që na kanë ndjekur. Yes, kanë qenë gjithë çunat e gocat që kemi përballë në studion tonë. Nga sketi ndërkohë po bëhet gati Atalanta Kërçyku për të filluar Big Brother Radio, ndërkohë që ne do shkojmë në shtëpi të shohim Prime sonte pa shuar Atalanta. Atalanta ku do knosh herë? Faleminderit që ishit me ne natë mirë. Ata kemi këngë bashkë. O Jos na knoj këngë ta mbyllim me një këngë. Një Të këndojmë asaj më mirë, se ty të kena shoqe. Mirë, knoja, ha. E mbyllim me çat dushti. Një gjë thjesht fare. Po këndoj timen. Okej. Me ty kam pas shumë qëllime, copa e bone, zemën time, ka s'kam dasht, as vetën time sa ty. Nëse s'vdes janë do kujtime Josi Marko, me zemën ndryshe, shumë të vërsa ty, o zemra ime.